për të rirë mandatin e trupave të Bundeswehrit në Kosovë që të bëjmë çdo vit, faktësisht sepse nuk dëshirojmë të vijmë në një situatë ku pyetjet mund të parashtrohen. Shikoni, jemi plotësisht të përkushtuar për praninë tonë në Kosovë, për praninë e KFOR-it në Kosovë, si garantues i sigurisë dhe qetësisë në Kosovë. Do të shohim se si ky procesi i optimizimit çfarë do të sjellë brenda 1 ose 2 vjetësh. Por zotimi ynë për sigurinë e këtij vendi është më i fortë se kur më parë. Ju përmendet më herët mbështetjen për FSK-n. Unë e përmenda me qëllim pjesën veriore të Republikës së Kosovës, sepse dua ta kemi mendimin tuaj dhe qëndrimin tuaj në këtë çështje nëse keni mendim natyralisht. Kur mund të jetë FSK-ja në gjendje të dalë në pjesën veriore të Kosovës, dhe ndoshta kjo mund të pratet rrezik më të lartë, natyrisht tani për tani ata nuk janë të zbarkuar në veri. Për mua është pak e hershme ta diskutoj këtë çështje tani. Ka shumë çështje të tjera që duhet të diskutohen. Kur flasim për stabilitetin rajonal, Gjermania ka investuar shumë kur kemi të bëjmë me dialogun e për normalizimin e marrëdhënieve mes Kosovës dhe Serbisë. Bashkë me Francën, ju keni dizajnuar marrëveshjen e Brukselit në vitin 2023 dhe dokumenti nuk ishte nënshkruar për shkak të Serbisë, por a mendoni se kjo marrëveshje është një obligim ndërkombëtar për Kosovën dhe Serbinë natyrisht? Edhe pse nuk është nënshkruar sepse për shkak të Beogradi ka refuzuar ta nënshkruaj. E që kuptoj ishte pajtuar në mënyrë verbale në Ohër në vitin 2023. Do ta shikoja kështu tani për tani. Kjo është baza për punën e nevojë të posaçëm të BE-s për ta shpërën këtë dialog përpara. Në çfarë hapash specifik do të përkthehet, kjo do t'ja lë atij. Aja ka mandatin tonë si shtete antare dhe kemi besim të plotë. Se që dini edhe ju. A është zbatuar kjo marrëveshje në Kosovë dhe në Serbi gjithashtu? Ndoshta disa pika të marrëveshjes, disa pika janë zbatuar, nëse jo në përgjithësi, për shembull, Komisioni për Personat e Humbur që është themeluar disa muaj më parë, kjo ka dalë nga ai proces. Por natyrisht ka shumë gjëra në agjendë që nuk janë të zbatuara ose nuk janë trajtuar fare. A mendoni që propozimi franko-gjerman është propozimi i fundit që vjen nga BE-ja dhe BE-ja po pret që kjo të zbatohet në plotni, apo kemi hapësirë për një marrëveshje përfundimtare ndërmjet këtyre dy vendeve në të ardhmen e afërt? Do ta shikoja në këtë mënyrë. Përsëri shikojmë prara e jo prapa. Dhe këtë e quajmë normalizim të plotë të marrëdhënieve mes Kosovës e Serbisë. Dhe kjo duhet të ndodhë para se cili do vend të mund të bashkohet BE-s. Ky është për mua qëllimi i shikimit përpara se çfarë duhet të bëhet që kjo të mundësohet, sepse këto dy vende janë pjesë të këtij rajoni dhe dëshirojmë të shohim në BE. Dhe Kosova ka disa kushte për të kthyer dialogut me Serbinë dhe një prej këtyre kushteve është dorëzimi i Milan Radojčićit përgjegjës për sulmin në Banjska në shtator të 2023-s. Dhe kjo është diçka që nuk po ndodh dhe ai po mbrohet nga regjimi i Vučićit. Cili është qëndrimi, mendimi juaj për këtë çështje? Pari, ne e kemi dënuar sulmin në Banjska me termat më të ashpra dhe vazhdojmë ta bëjmë. Kemi thënë vazhdimisht që përgjegjësit për këtë sulm duhet të sillen para drejtësisë dhe duhet të ketë një proces të këtë. E di që Kosova ka lëshuar një letërshtim ndërkombëtar për të, që është aktiv tani për tani. Kjo duhet të ndodhë në çfarë forme,
Kjo ndodh, duhet të shmetet të shihet. Milan Radojqic që nëse vjen në Gjermani do ta ekstradoni në Kosovë? He would be taken into custody. Ai do të ndalohej natyrisht. Kur flasim për sundimin e ligjit, pasi kjo është një prej kushteve për qeverinë e Kosovës, kam një pyetje të përgjithshme për një çështje tjetër në Holandë, që këta janë dhomat të specializuara të Kosovës. Ndoshta e keni shikuar proceset nga jashtë? Ka mendoni për aktgjykimin përfundimtar që presin në shtator? Obviously, I don't know. Natyrisht nuk e di se cili do të jetë aktgjykimi përfundimtar. Ajo që është më rëndësi për mua është, shikoni, Kosova ka arritje të mëdha për të cilat mund të krenohet e ka themeluar shtetin duke bazuar në sundimin e ligjit. Kjo është një prej arritjeve kryesore në 18 vjetet e fundit. Dhe kjo është pika e rëndësishme për mua. Dhe çfarë do qoftë aktgjykimi, nuk e di, askush nuk e din. Presoj që me këtë frymë të gjithë do të jenë në gjendje të pranojnë aktgjykimin në gjykate të pavarur që është e futur në Konstitutën e Kosovës. Të flasim për një deklaratë që ka ardhur nga Serbia, nga ministria, të cilën e kam lexuar se ju e keni dënuar. Ajo tha se po të ishte Milošević në vitin 98, ajo do të spastronte Kosovën etnikisht. Zoti ambasador, si mund të gjejmë pajtim dhe paqe me një fqinj që thot gjërat e tilla? Dhe si duhet të shkojmë përpara? Ndoshta për të pasur një marrëveshje për paqe me Serbinë, kur